Shpari faleminderit për urimin. Sigurisht që jam shumë i lumtur dhe krenar për ato 300 ndeshje me panelin e Atalantës. Po për më kthy te pyetja, sigurisht që ndeshja shumë e rëndësishme, siç gjithmonë është ajo ndeshja e radhës, është gjithmonë ajo e rëndësishmja, kështu që para Serbisë ishte Serbia, tani është Andora, dhe kështu që me radhë, po besoj që sigurisht ato momentet që kemi na moment jemi të mirë, besoj që do him në këtë fushë dhe të japim gjithçka në maksimumin të marrim këto 3 pikë që të vazhdojë ëndra për me hyrë në play-off. Pastaj a kam anu 10 vite më parë, nëse më kishe pyetur para 10 viteve jo, nëse më kishe pyetur kohët e fundit po, sepse besoj gjithmonë mundësitë e ekipit dhe mundësi që futbolli t'i jep, sepse gjithçka është e mundën e futboll dhe kjo është gjë që më shtyn përpara ose shtyn gjithë ekipin përpara dhe besoj që çdo çka është e arritshme dhe pse jo ta provosh. First of all, congratulations on your 300 matches with Atalanta. And 10 years ago, did you ever think that you would be playing right now for a position to play in the World Cup? And the answer is that I'm very happy and very proud and thank you for the compliments. And I'm very happy and proud to have played 300 matches for Atalanta. This is, as we said, this is an important match tomorrow, but we take each match after the other. We are going to enter the pitch to give our maximum and to take 3 points, and of course then comes the dream to play in the playoff, to go into the playoff. If you would have asked me 10 years ago, I would have said no. But today I believe, because in football everything is possible and reachable. Kapiten, ju na ishit kapiten dhe na u hoqët në atë kualifikimin fantastik në Europian, jeni po ju që po na udhëhiqni të rrugtim drejt botrorit, shpresojmë edhe me ditën e sotme që ne të shkojmë. Doja nga ju një opinion, çfarë ka nëse ka plus kjo kontare këtë edicion të botrorit krahasuar me ato të Europian. Nëse ka. Diçka më shumë. Jo, që më vjen tash mend, sigurisht që besoj që mundësitë për lojtarët që kemi me cilësi, besoj që kanë ardhur disa lojtarë të rinj shumë të fortë, të talentuar që janë bashkuar ekipit tonë dhe besoj që ja kanë vu akoma më shumë vështirësi trajnerit, jo ekipit sigurisht që është më thjeshtë ose ke kualitet në ekip, po besoj që vështirësia është te trajneri mi zgjedh 11 lojtarë që do fillojnë ndeshjen, po besoj që sigurisht që kualiteti është rrit në disa aspekte dhe është mbajtur në disa aspekte tjerë siç është grupi, sepse grupi e bën të mundshër gjithçka dhe besoj që ajo është gjëja më e rëndësishme që kemi ne. Captain, you have been our captain and our leader in the qualifications round to go to the Euro Cup, and also you are leading us to the World Cup now. Is there any difference in the teams? And the answer is that yes, there are a lot of new players, talented players, very strong players, and actually that puts the coach in difficulty to find the 11 that starts the game. But for the team, is a very good thing. The quality has been growing, but the group has remained as it is, because this is what we have maintained from all the qualifications. Altin Sulqe, dy CNN. Berat, nesër duhet që të kemi ndeshje pa gola. Mbrapa, duhet që ta mbyllim. Megjithatë, ne fitojmë me goditje standarde. Mbaj mend që ndeshjen me Armenin ke shënuar. Ka një shans të nesër që ta çosh një kështu me çekiç? Sigurisht që unë si mbrojtës pothuajse sigurisht që çdo lojë futem në ndeshje që mos pësuar gol, sepse është gjë e rëndësishme. Po nëse më vjen rasti, pse edhe jo, e kisha një rast që gabova me Letonin, pse jo nesër, nëse më vjen mundësia, shpresoj që do jap gol, po nuk ka rëndësi personalisht për mu a jap gol apo jo. Personalisht ajo gjëja që është më e rëndësishme është ekipi që të fitojmë dhe të shkojmë në play-off, kështu që besoj që është gjëja më e rëndësishme.
I think we all believe that tomorrow is important that we have a clean sheet match, so we don't concede goals. But sometimes these goals come from side pieces. And with Armenia, you scored a goal like this. Is there any chance that you can score again like this? And the answer is, I start the game. We start the game always not to concede any goals, but it depends how it happens. And about the scoring, I had a chance with Latvia, but I hope that I can have it again. But it doesn't matter. Important is that the teams play well. Në fundit, Berat, nesër stadiumi do të jetë kuqezi. Një mesazh për tifozët. Po, si që gjithmonë edhe kur ndëgjova që do jetë plot me tifozat tonë, besoj që sigurisht që të jep edhe një shtyrje dhe akoma më shumë që ke kaq shumë tifoz që vinë edhe na ndjekin dhe borisin në stadium dhe besoj që mesazhi që do japim gjithmonë është një mesazh falendërues që sigurisht që ne ajo që mund të bëjmë është të japim maksimumin e fushës dhe ata në jashtë fushës, po besoj që edhe shpresoj që t'i bëjmë të lumtur pas ndeshjes, ajo gjë është më e rëndësishme dhe sigurisht që besoj që do ja arrijë.